28 nëntori. 28 nëntori nuk është thjesht një datë në kalendar. Është dita që na kujton rrugën e gjatë të popullit shqiptar drejt lirisë, drejt dinjitetit dhe drejt identitetit tonë kombëtar. Me 1912, në Vlorë, Ismail Qemali dhe burrat e kombit ngritën flamurin ku qezisin simbol të lirisë, bashkimit dhe identitetit tonë. Flamuri që u ngret ishte qepur me dorë nga Marigona. Gruaja që me duart e saj krijoi një nga veprat më të bukura dhe më të paharruara të kombit tonë. Ajo shqipojnë me 2 krerë, ajo ngjyrë e kuqe e thellë. Nuk janë thjesht një shenjë në një pirhur. Ato përfaqësojnë gjakun, sakrificat, ëndrat dhe qëndresin e një populli që kur nuk u dorëzua. 28 nëntori është i lidhur edhe me ditë dhe ngjarje që shënuan epoka të reja në historinë shqiptare. Po në këtë datë, me 28 nëntor 1997, në Prishtinë, ushtria çlirimtare e Kosovës doli për herë të parë publikisht duke shënuar fillimin e një kapitulli të ri në luftën për liri, barazi dhe të drejta njerëzore. Kjo ditë është kujtesa jonë, krenaria jonë dhe historia jonë. Është dita kur ne bashkohemi në të njëjtin flamur, të kusht, të fortë dhe të pavdekshëm. Urime 28 nëntorit gjithë shqiptarëve. A jemi live? A jemi live? Ka shtu që të gisha. E fundë. Se unë ja ditare, po s'dita që me thonë, se... Bravo! India. Jo, si ti më A prete që të kam përshëndet. Përshëndetje gjithëve! Misëven që të rëdhët kanorit të në qëmë Kaja. Unë që Maila. Unë që Mërgese. Urime 28 nëntorit të gjithë shqiptarëve, ku dhe që jeni. Sot për ndet 28 nëntorit, pavarësisht Shqipënisë, kombit tonë, na ka me bërë një quiz, që unë një moderatorja dhe Urgesi Kaja kanë ushti kundër njëri tjetrit, kush përfiton quizin. Quizi përbohet për pyetje për pavarësinë e Shqipënisë, për flamurin tonë edhe për historinë e Shqipënisë. Këto pyetje dohen më të lehta, dohen pak më të zëshme, po besoj që pyetjet bazike do të më ditë krejt ju që ndjeni për të shqiptar, edhe është edhe argëtuese edhe edukative. Për çdo pyetje gabim që bëhet, kanë ngjit një letër në fytyrë. Qështu? Vazhdojmë me rondin e parë. Në cilin qytet u shpall pavarësia e Shqipërisë? Leon. Bravo! Kaja ka një pikë. Orges, A me gjitë? në cilin vit u shpall pavarësia e Shqipërisë? 1912. Bravo! Kaja, cila ngjyrë dominon në flamurin e Shqipërisë? Do më thonë dominon i vjen cila ngjyrë është më shumë, cila ngjyrë e ka? Kuqe. Bravo! Për deka Po sa di ku qenë shumë. Orges. Çfarë simbolizon ngjyra e kuqe në flamur? Gjak. Bravo! Gjakun e derdhur për lirin. Kjo është të thonë, po shumë për kelman, kështu më thonë krejt. Gjak e di. Kaja, E qa? kam mësu. Dhe që shdo qa? Gjakun e derdhur për lirin. Po s'ka Ka ka dhe gjakur me Qik ja, po shti. është që kur kanë luftu, ata ushtarë që kanë ndek, gjaku i ty në vëshqita, ngjyra e kuqe. Që kej, qëta. Edhe jo ma. Kaja, so krer i ka Shqiponja në flamur? Kra. So krer. Aha, kra. Aha. 2. Bravo! Edhe gje, si quhet himni i Shqipërisë? Rëfla. Si quhet? Qyshe ka emrin? Halo, si ti më A prete që të kam përshëndet. Rëfla më uri për të përbashku. Himni i Shqipërisë, jo, po himni e? Kosovës. Shqipnis. Himni e? Shqipunës. Qashi kë? Shqipunës. Qashi Flamur, kë? flamur. As Urgesi, as Kaja nuk e patën as një fjallë gabim, Ta shte bona. por vazhdoj me rundin e dytë ku bëhen përgjigjet halo ma të dëshme. Kaja, fillena me ty. Ose hajde me Urgesin, se me ty a fillon. Urges, cili është heroi kombëtar i Shqipërisë? Heroi kombëtar i Shqipërisë. Qa ke të thonë? Skënderbej. Po.
I dia. Heroj, kombëtar, Dhe që bjerë ashtë analizar më herët veç. Alin e thamë më shumë. Rundi dytë, ka pyetje të lehta, po ka pyetje edhe që janë edukative. Do të thonë që nuk i din krejt, po që janë edukative, është mirë mi ditë. Po. Kaja. Kush ngriti flamurin? Kush që ka pasar me na njëri që ka ngrit flamurin në lor? Skënderbeja. Skënderbejo e ka... Ati nga shumë. Jo, ajo është i Shqipënisë, që kom vizatuane, A din një me një si plak. kapërzi, me një mjekër barë, Po që jo se di që shkohen. Me is. is... E s'ma që voli. Bravo. E di se unë ja ditare, po s'dita që shme thonë. se Bravo! Unë e disha kushoj. Okej. Orges, Po. cili është shteti që thuhet, nuk dihet sigurt, po që thuhet e ka njoft Shqipnin i pari, kur e ka bërë pavarësinë. India. Jo. Pikoj të Morini, Së ti. në Tereza. Cila Po ka se një. kjo nuk e din shumë veta, kjo është pyetje shumë e rrallë, po veç është fakt interesant me ditë. Cili shtet është kur ka shkollë s'ma Xhemalit që u ka një parë që ka një. I qorë që ka një të kohë. Të shukon. Ka shkollë se shtetë që ka po zemë të rënërë. Orges, Shqipnia... E di. S'po di. A e thuaj një shtet që po mënën? Di është në Evropë? Në Europë është. Në Evropë. Ishme shpërë. Shpërë në të Kroatia. Jo. Macedonia. Slovakkia. Jo. Nuk është Ballkan, po është Austria. Austria të dojmë shumë. Po mos ja përsa s'ke bashkë të sine. Bashkë së ne bëma. Kaja, a di për shembull na 28 nëntorit, i thojna 28 nëntori. Po qysh e ka një emër tjetër? Dita e kujt është? Dita e? Ita e Shqipëni. Shqipënia. Jo bre, a di qysh? Na e thojna 28 nëntori. Po qysh më është mi thonë një formë tjetër? Jo 28 nëntor, po dita e? E forme. Dita e flamurit. Gjeta e dhe, gjeta. Gjithë një. Ski, hajde, se ski të dhe hava, dhe shashtë. Jeta Hajde. shështë. Soma. Për që 3 pas na për kajen. Jo, qekon. Orges. Ordnaj. Kis. Qfar simbolizon Shqiponja? Qka do me thonë Shqiponja në flamur? Kjo do thëtë që na jem të furt dhe nuk dërzuhem. Bravo. është njëra fort, shqiptarët, bashkëpunimi i shqiptarëve edhe ka shtu që të gjishta. Liria, fuqia edhe bashkëpunimi i shqiptarëve. Okej? Kaja. Çfarë ngjyre tjetër? Flamuri e ka të kuqen. Po çfarë është një ngjyrë tjetër që është e fortë në flamur? E fort, ç'ish e fort? E ka të kuqen edhe cilën ngjyrë tjetër e ka? Flamuri e ka ngjyrën e kuqe. Zez. Bravo. Vazhdo në duhet gëzëdon. Ta shumë thonë të Po është e furë shumë flamur A aty. është e furt është. Si me. Okej. Rundi ti të kru me sukses, Ergesi ka pas një gabim, vazhdoj me rundin e tretë, Ergesi që ka është pas një rundi i gabim. fundit. Edhe kja ka pus një gatim. Ja. Jo, Jo, po edhe ka pas një gabim. Vazhdoj me rundin e tretë, ku përgjigjet bëhen ende ma të zëshme. Po vazhdoj me Kajen. Kaja. Ka një So ylla i ka flamuri Shqipnisë. Ylla. Shqipënis, nuk ka asë një yll. Bravo. Doj tash. Okej, kjo ke pak... Ele. Jo, E që sa kjo më është pak shumë me ta... Me ta përdor. Hajde bremo. Po, qashtë. Qape me qashtë. Për të zinja. Pse Erges i ka Shqipur, këto s'besoj që din, se edhe në vonë e kum kuptu edhe e kum... Pse i ka 2 kry Shqipunja? Kosova Shqipni. Jo, ka le. Qa, edhe nuk kom menu, po A e di që është e logjikshme, Kosovë Shqipni. Po jo, Unë e di.
Mendoj që është syni e ka njënin sy e ka qanej, njënin sy të këshyr knejna. Çka do me thonë? Për shemb. Se ka të qysh më që. Zbesi që e din shumë, po veç çka po mendoj? Unë po mendoj që na jena të mëdhej, jo të mëdhej papin, na jena shtet që të rrezik shumë. Jo. Prit edhe dhe më Është e logjikshme me përgjigjen është e pakër, po veç ndryshu pak. Përgjigjen. Besoj që mund është logjik. Pre, anë e dhe më në zonë të qanë nësoj. Hajde një shansë. E kam një për së përdi pësa. Hajde. S'pam gëna. Në shtë që dish. Okej, në gjithë në krypë. Ka dalë. Të sa një Të shumë. të përmenu. Dhe të meq. Përgjigja është... Pre! Po hajde më s'me shku. Pa precoj në po du me ditë. Çka the? Çka ke përgjigja e të e parë? Përgjigja Kosova Shqipni. Kosova Shqipni është e logjikshme, por nuk është për E çdo. di. Po një tjetër e the. Thash Jena të furt. Po. Po. Na im të fort si Shqipunja, që kur ti kopim e Shqipunja që është i fort. Jo. E Përgjigja është që Me pondjon. Shqipnia është këmbë që e mbron veten nga secila anë. Kurse po. E mbron veten O, a bësa nga çdo drejtim e mbron veten. Ka dalë. Pa shalloj që Për që ata është njëna të këqyranina, njëna të këqyrina që e mbron këmbin. Qa ashtu kështë të mënu, thesha, a di njën të shpëndohëm, gjithka për thesha më thonë, të më bërë me ira, së është të legjikshme. Bashkë të legjikshme është. Ose në gjithë një tjetër me të se. Prit. Jo po ta jemi me të Shqybe ka e pa dalë. Kaja. Thuje një emër, një heroj kombëtar përveç Ismail Qemali dhe Skënderbeu. Thuje një emër, një njeri që është i rëndësishëm, që është hero, që është i fortë, që ka luftu Kaja për Shqipnin ose për Kosovën. Adë me shori. Bravo. Po Po përveç Ah, Ismail me Qemali. Ama Ismail Qemali ke. Ai ka harru vetë në shkollë. Okej, hajde dërges. Cila është një ngjarje tjetër që ka ndodhur me 28 nëntor në vit, po jo në vitin 1912. Një ngjarje që ka ndodhur me 28 nëntor, po jo Kjo në shumë e 1912. rikër, shumë e rikër. Unë këta kom përmenu zësha. Vesh më shumë thon përgjigje. E thamë në përgjigje, më shdo të përgjigje më thonë mi përgjigje. Vesh më pak më serioz. Përgjigja dhe më thonë që 1432 të përndoket, që a 33 Jo, 1443. Unë e thonë 33, për më Okej. qështë është. Edhe, që atëherë e ka shpotë Skënderbeu Shqipni 7. E përgjigja, kështu krejt e rëndësishme është me 28 nëntor 1448, jo 33, Skënderbeu e ngrit flamurin shqiptar në Kruj për çlirimin e trojeve. Do me thonë, për që ata ai filmi Nëntori i dytë, dhe është kër e ngrit Ismail Qemali. Nëntori i parë është kër e ngrit Ismail Qemali, nëntori i dytë, nëntori i parë kër të ngrit Skënderbeu, nëntori i dytë kër të ngrit Ismail Qemali. po po ja. Në këtë A në delilet full shikën, drejtet e njëri. Kaja, Që po përzish. që sa vjet është Shqipnia shtet. Menu qëre, Shqipnia u bërë 1912, që tash është 2025. Sa vjet në shku? Sa vjet është? Jeri Unë po të kallëzoj, 1912. Nuk e di që s'mon është matematik, kështu po vesh e pa një numër, një shifër. Në Ashtë zemë. shumë. A? Sa po menon? Sa po, thuma një numër sa po menon, unë të ama shumë ama pak. Nimi. Ma pak. Po, a shumë ke bërë. 1000 ishi ka 3 zero. Ma pak. 1000 ishi ka 3 zero, që kë numëri ka 2 pak zero. son nimi. Ashtë dhe që atë të një. Bravo. 100 vjet. Që 100 vjet shtet, po me konë A sakt, kjo ma shumë, a kjo ma shumë? kjo më shumë. Kjo shumë shumë. Me konë sakt është 113 vjet. Edhe këty kësë shumë. Okej, Erges. Cili qytet njihet si kryet qyteti historik i Shqipërisë? Kruj. Bravo. Kryet qyteti historik i Shqipërisë njihet Kruja. Domthon Kruja është Ma në njihet si kryet qyteti historik i Shqipërisë.
Rrugën. Shumë faleminderit që keni kështu këtë video. Këtë rondet janë kry. Unë po besoj që keni dalë shumë me sukses. Shumë sukses. Edhe Kaja që është më e vogël, edhe që u rrit nëse e di, shumë bukur. Edhe Orgesi njëjë. Shpajta. edhe urime në setit në Ke tyre rondi para, rondi 2, rondi 3. Ka dalë? Ha, më fal. Dhe urime në setit në tyre dhe festoni shumë. Dhe gëzoni më shumë. Se shmë në krytë qytetet shmë në festu të ditë. Si no. Faleminderit shumë që keni kështu videon deri në këtë moment. Shpresojmë ta keni një ditë shumë të mrekullueshme të 28 nëntorit. Inshallah presim edhe shumë gjëra tjera. Edhe ma inshallah një ditë që të dyja bëhen bashkë. Edhe ju dojna shumë. Kaloni sa më bukur. A jemi live? A jemi live? Thank you. A jemi live? Fatkeqësisht ju. Qa me bo? Shihemi videon e radhës, ju duam shumë.